إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Allahun Azza wa Jalla falenderojmë, prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë, dëshmojmë dhe deklarojmë si çdo herë se nuk ka Zot që meriton të adurohet posa Allahu Jalla Jalaluhu, dhe dëshmojmë dhe deklarojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. S'ka dyshim se fjala më e bukur është fjala e Allahut Azza wa Jall, dhe udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Rasulullahut alaihi salatu wassalam. Të nderuar vëllezër, në këtë dunja nuk ka mirësi absolute, sikurse nuk ka edhe fatkeqësi absolute. Kuptimin që Allahu Jalla Jalaluhu robërit e tij i sprovon me mirësi ashtu siç i sprovon me fatkeqësi, i sprovon me pasuri ashtu siç i sprovon me varfëri, i sprovon ata me shëndet ashtu siç i sprovon ata edhe me sëmundje, sepse Allahu ka thënë Kur'an: "Wa nabluukum bish-sharri wal-khairi fitnah." Dhe ne ju sprovojmë juve me të këqija dhe me të mira, dhe kjo është fitnë, është provë në këtë dunja. Andaj pasuria si pasuri nuk është shenjë dhe treguesi dëshmërisë dhe fisnikrisë, ashtu siç edhe fukaralloku nuk është shenjë e poshtrisë dhe nënçmimit. Dhe këtë ka bërë qartë shumë mirë pejgamberi alayhi salatu wassalam hadith ku ka thonë: "Lal faqra akhsha alaykum walakin akhsha an tubsata alaykum ad-dunya kama busitat ala man kana qablakum." Tha, nuk kam frikë për juve nga fukaralloku. Ju drejtu sahabëve për dhe muslimanëve përgjithësi. Po tha, kam frikë se kam ju dhënë juve dunjaja sikurse ju është dhënë edhe popujve që kanë qenë para juve. Fatanafasuha kama tanafasuha wa tuhlikakum kama ahlakathum. Dhe më pas të filloni me garu për këtë dunja, kush po zën më shumë, kush po merr më shumë, dhe t'ju shkatron juve ajo sikurse i ka shkatruar ata që kanë qenë para juve. Po vëllazër, kjo dunja mundet me shkatru njeriu atëherë kur e lën këtë dunja me dëpërtu thellë në zemrën e tij. Ama nëse këtë dunja dhe këtë pasuri e ka veç në dorën e tij, e jo në zemrën e tij, kuptimin që e ka në dorë dhe ai veç e shfryzon atë për me fitu Allahun dhe xhenetin e tij, për me fitu ahiretin, kjo është mirë për të. Dhe kështu kanë bërë sahabët e pejgamberit alayhi salatu wassalam, të cilët e kanë kuptuar dinin e Allahut shumë mirë. Ata nuk kanë qenë burra që kanë qenë murxhër, të izoluar dikun me doni faltore në xhami dhe munal veç me adhuru Allahun Azza wa Jall dhe me lën këtë anësh dunjan. Jo. Ama edhe nga ana tjetër nuk kanë qenë edhe sklav, rob të kësaj dunjaje, por kanë qenë mesatar mes kësaj dhe asaj. Pra e kanë kërkuar dunjan duke mos e haru ahiretin. E kanë kërkuar dunjan duke shfizuar dunjan për me fitu ahiretin. Ebu Bekri radiallahu anhu, njeriu më i mirë në këtë umet pas pejgamberit alayhi salatu wassalam, ishte tregtar shumë i suksesshëm, i cili e shfryzoi tregtinë e tij dhe pasurinë e tij për me shërbi dinin e Allahut Azza wa Jall. Uthmani radiallahu anhu kështu, bile shumica ose 6 prej 10 përgëzuarve me xhenet ishin tregtar suksesshëm. Ishin pasunik shumë, po pasuninë e kishin në dorë. Në zemrën e tyre ishin asket. I frigoheshin Allahut Xhelle Xhelalu dhe kur do që kish nevojë dini Allahut mund shërbi ata shërbenin. Ama dhe sahabët tjerë që i kish sprovu Allahu me varfëri, me fukarallëk, ata e kanë ditë që kjo është sprovë. Dikan Allah e sprovon me pasuni, dikan me fukarallëk. E ata e kanë pranuar si sprovë dhe në njëjtën kohë zemrat e tyre kanë qenë të mbushta me iman dhe me bindje dhe kanë jetuar jetën e tyre plot krenari dhe dinjitet. Andaj dunjaja si dunja, as nuk lavdrohet, pas nuk çortohet. Kuptimin që e shohim ne çka të bën dunjaja, e më pas ta shohim ata lavdrojmë apo ta çortojmë. Nëse çka dunja të afron te Allahu, atëherë kjo kanë mirë për ti. E nëse të largon, atëherë kjo është keq për ti. Për këtë arsye është prej besimit të pastër të muslimanëve që me di që rreziku është në dorën e Allahut. Dhe se ajo që të ka ardhur nuk ka pas mundësi me të ardhur. Dhe ajo që nuk të ka ardhur, as sesi nuk ka mundësi me të ardhur. Kjo është besim që duhet me besu çdo kush prej muslimanëve.
Ama jo me shvizu këta pasaj si arsye për përtasin dhe dembelizmin e dikujt. Me thonë që e këshera risku është i caktum, është dorën Allah, tu ka menet. Jo, ti meri sebepet. Ama mbështetju Allah të zëgjel dhe ki besimin e pasër. Hini një ditë për ditë vë Omeri radhiyallahu në xhami dhe i takoj disa besimtar që nejnë vetë në xhami. Dhe i tha, kush jeni jo? Ato tha nejna el mutawakkilun. Tha ne jemi ata që mbështeten në Allahun. Duke përdor termin mutawakkilun. Kuptimin që nejna ata që mbështeten në Allahun, adhurojnë Allahun në xhami, rrina në xhami, ka kush punon për neve, ka kush na sjell rrezikun neve, sepse rreziku është i garantuar. Po, ama Omeri radhiyallahu anhu desh ma përmirësu këtë tjera një farë keq kuptimi që e kanë jo veç ata, po dhe shumë musliman tjerë. Andaj tha, nuk jeni ju mutawakkilun, po tha jeni mutawakkilun. Një term shumë i ngjashëm, ama në kuptim ose në shqiptim, mi po i shumë dallim i madh në kuptim. Tha nuk jeni mutawakkilun, po jeni mutawakkilun. Duke zgjat vavin veç. Tha nuk jeni ata që mbështeten në Allahun, po jeni dembela tha për tas. Tha dikush është ai i cili mbështetet në Allahun hak. Është ai i cili e hudh farën tokë dhe më pas mbështetet në Allahun. Pra i merr sebepet një herë, dhe kur ti marrë sebepet pastaj mbështetet në Allahun xhella xhelal. Andaj vëllazër, për fund. Dunjaja si dunja, fukarallëku si fukarallëk, mundet me kanë sprovë për dikën, dhe ai do të me pranu sprovën si sprovë, dhe nuk është kjo tregu se ti Allah nuk është të dasht. Skamja si skamja nuk është tregu se Allah është duke të nënshmu. Po ka mundësi me kanë që ajo me dresë, shkollë që kiti nevojë për sabrin tanë me zhvillu më shumë. Ose mundet me kanë arsye që Allah azza wa jalla do me të pastru ose me të ngrit derexhe. Am kanë tjetër edhe bollëku. Pasuria për dikan nuk do të me çoradit atë. Pa i do të me shfizu ata me kuptu si sprova dhe pasurin si pasuri. Dhe nuk do të me largu nga ahireti Allahu xhelle xhelalu. Dhe duhet për pasurin që ja ka dhënë Allahu ki me kanë falenderus. Me kanë falenderus me gjuhën e tij, ama me kanë falenderus edhe me veprën e tij. E çish është ki falenderus me vepra, është atëherë kur ka nevojë dini Allahut më shërbi, ki me shërbi dhe me kanë pit parë, sepse kështu kanë bërë parët tonë. Kështu kanë kuptu dinin Allah dhe kështu duhet me kuptu dinin Allah. Pra kur ti sprovohesh me skamje, bën sabër. Kur ti sprovohesh me bollëk, e falenderon Allahun me fjalë dhe me vepër, dhe në të di raste ti je fitimtar. Dhe për fund o vëllezër, do të me kuptu se jemi duke jetu me një jetë, me një kohë që është kohë e fitness. Jemi duke jetu me një kohë që janë prish standardet, ku njeri më matet me atë, me njerëzit maten me atë që kanë, jo me atë që janë. Njerëzit maten me atë që kanë, jo me atë që janë. Andaj ti dush me kanë shumë i vetëdijshëm, shumë si qelë, dhe me ditë që kjo dunja është mjet e jo qëllim. Kjo dunja është rrugë, edhe jo përfundim. Andaj mundohet ta shfryzosh këtë dunja për ta fituar ahiretin Allahut azza wa jalla. Allah na bëf pyetër. Lutim Allahun subhanahu wa taala që pasurinë që Allahu azza wa jalla na ka begatuar me ta kemi në dorën tonë, në xhepin tonë, në kuletën tonë, e jo në zemrën tonë. Ta shfryzojmë pasurinë që kemi, bollokën, mirësitë që kemi për me shërby dinin Allahut azza wa jalla. Të shfryzojmë këto të mira që kemi, që Allahu subhanahu wa taala me ka razi për neve dhe kur dalim para Allahut, me i pa shpërblimet që na ka përgatitur për sakrificën që kemi bërë, duke lutur Allahun subhanahu wa taala gjithsesi të na falë mëkatet, të na jap xhenetin dhe të na ruan nga zjarri i xhenemit. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء دين يا رب العالمين اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقم الصلاة